Nëse bimëve u japi ujë të mos tahen, pse fëmijës tënd i jep Coca-Cola, Sprite dhe patatina? Ne i duam bimët tona, i ujitim, i ruajmë nga dielli i fortë. Po fëmijët tanë, ata që rriten çdo ditë, që trupi i tyre po formohet, që truri i tyre po zhvillohet, çfarë po u japim? Sot dua të flas për diçka që shohim çdo ditë, por e kemi normalizuar aq shumë, sa nuk e vëmë në dyshim. Marketet janë plot, raftet janë të bukura, ngjyra, reklama, oferta, por pas gjithë kësaj bukurie, shihet diçka shumë e rrezikshme për shëndetin ton dhe sidomos për shëndetin e fëmijëve tanë. Sot fëmijët nuk rriten më me ujë, qumësht dhe ushqim shtëpie. Rriten me pije të gazuara, lëngje artificiale, patatina, biskota, çokollata, sallam, ushqime të shpejta. Dhe ne si prindër shpesh themi: vetëm sot, vetëm pak, çfarë ti bëj se e do. Por problemi është që vetëm pak po bëhet çdo ditë. Pijet e gazuara është armik. Le të flasim për pijet e gazuara. Coca-Cola, Sprite, Fanta. A e dini sa sheqer ka një shishe e vogël? Aq sheqer sa trupi një fëmie nuk ka nevojë për asnjë ditë. Sheqeri dëmton dhëmbët, rrit rrezikun për obezitet, ndikon në përqendrim, krijon varësi. Dhe më e keqe, fëmia fillon të mos e dojë më ujin. E imagjinoni? Uji, gjëja më natyrale në botë, zëvendësohet me pije kimike. Patatina dhe ushqimet snack. Patatina nuk është një ushqim, është krip, vaj djegur dhe aromë artificiale. Fëmia ha patatina dhe nuk ngopet, kërkon prap, krijon varësi. Sepse janë të dizenjuara pikërisht për këtë. Marketet nuk mendojnë për shëndetin e fëmijës tënd, mendojnë për fitimin. Ushqimi i përpunuar: sallame, sunduk, salcice, hamburger të ngrirë. Lexoni etiketat. Ka produkte që kanë më shumë përbërës kimik sesa mish, konservant, ngjyrues, aromatizues, dhe ne i japim fëmijës duke thënë: është ushqim. Jo, është diçka që ngjan me ushqimin, por nuk është. Pasojat që nuk i shohim sot. Problemi është se pasojat nuk duken menjëherë, nuk shfaqen sot, as nesër, shfaqen pas disa vitesh. Obezitet, diabet, probleme me stomakun, lodhje kronike, mungesë energjie, probleme hormonale. Dhe atëherë pyesim: pse është kështu fëmia? Por përgjigja ka qenë çdo ditë në pjatë dhe në gotë. Çfarë mund të bëjmë ne si prindër? Nuk po them të jemi perfekt, as unë nuk jam, por mund të ulim pijet e gazuara, të zëvendësojmë me ujë, me lëngje natyrale, të bëjmë ushqim shtëpia dhe të thjeshtë, të lexojmë etiketat, të mos e përdorim ushqimin si shpërblim, sepse fëmia nuk ka nevojë për Coca-Cola për të qenë i lumtur. Ka nevojë për shëndet. Dhe nëse bimëve u japim ujë që të jetojnë, nëse kafshët i ushqejmë me kujdes, pse fëmijës ton i japim atë që ne vetë e dimë që është e dëmshme? Le të mendojmë sot që të mos mendohemi nesër. Shëndeti nuk blihet në farmaci, ndërtohet çdo ditë, në shtëpi, në pjatë, në gotë.